Jemi kthyer sërish në studio të flasim për zhvillimet në Kosovë dhe kam kënaqësi të kem profesor Arben Fetoshin nga Instituti Oktopus edhe kolegun Ben Andoni. Kënaqësi të kem të dyve. Faleminderit që u bashkuat. Faleminderit shumë. Ben, me lejen tënde po nis me profesor Fetoshin. Ndërkohë profesor, po nis me njëherë me atë çfarë ka ndodhur në Ujman, sepse ishte lajmi ditës. Si po duket situata, çfarë do të sjellë ky zhvillim, se ka pasur dhe reagime apo jo, për prishjen e ndërtimeve përreth Ujmanit? Nuk do të sjellë asgjë, përveç asaj që tashmë është e njohur si strategji hibride e Serbisë për ta përdorur maksimalisht viktimizimin dhe për ta portretuar çfarëdo veprime institucionale të Kosovës si veprim të drejtuar kundër serbëve dhe jo si veprim për të shtrirë sundimin e ligjit në pjesën veriore të vendit. Mos të harrojmë se në çfarëdo aksione të institucioneve të Kosovës për mbylljen e strukturave ilegale të Serbisë, për lirimin e pronës publike në rastin konkret të ndërmarrjes së Iber Lepencit, Serbia ka amplifikuar të njëjtën strategji të narrativës për diskriminimin dhe spastrimin etnik të serbëve në pjesën veriore të Kosovës. Dhe natyrisht reagimet nga jashtë quajtura zyrë për Kosovën janë të pritshme, mirë po në anën tjetër duhet të kemi të qartë që Ujmani është me rëndësi të posaçme strategjike për Kosovën dhe në këtë kuadër lirimi i pronave të uzurpuara të Ujmanit është thjesht veprim ligjor i cili ka ndjek procedurën e paralajmërimit të pronarëve ilegal dhe i cili konsiston në forcimin e sundimit të ligjit në të gjithë territorin e vendit. Rënimi i objekteve pa leje është proces normal në të gjithë Kosovën dhe natyrisht ka qenë e pritshme që kur bëhet fjalë për veprime të tilla në raport me serbët, Serbia dhe në veçantë zyra për Kosovën ti deformoj ato si veprime të drejtuara kundrejt qytetarëve serb me qëllim të diskriminimit ose spastrimit etnik, siç është tashmë e njohur narrativa e fundit që konsiston në shënimin për ta demonizuar Kosovën si shtet dhe institucionet e Kosovës. E kuptoj. Ben, po thoya ty mbi se tashmë, si po e sheh analizën e profesor Fetoshit, nëse ke ndonjë kundra, nuk besoj se ishte analizë shumë perfekte, por edhe me atë çfarë ndodh në liçenin e Ujmanit. Jo, personalisht atë që doja të shtoja është që ka humbur prej kohësh pjesa e ekuilibrit ku të dyja palët mund të flasin normalisht dhe Serbia s'duhet të harrohet që është shkaktare edhe për incidentin që në fakt nuk ishte incident, ai që ndodhi para ca muajsh në Lepenc, pa përsëritur Bajnskën dhe të tjerat. Dhe në këtë sens, çdo veprim i arsyeshëm i qeverisë së Kosovës për ndërtimet pa leje, patjetër që do marrë këto reagime nga zyra për Kosovë. Në fakt, ju e dini dhe kolegu e di shumë mirë që janë 3 struktura në Serbi që merren me Kosovën. Përveç zyrës Kosovë, ka një zyrë në parlament, kanë dhe një institucion tjetër. Dhe me çfarë kuptoj, dua të shtojë një element që duket që Serbia do të relativizojë disi impaktin që ka pasur dhe në jetën e brendshme në Serbi dhe reagimet që ka pasur mbas reagimeve të zonjës Paunović. Megjithatë, kjo është zakonisht e vogël, sepse përballë të paktën autoritetet e Kosovës në këtë rast kanë dashur zbatimin e ligjit dhe kjo është jo vetëm për shtëpitë që janë atje, po edhe në çdo territor të Kosovës, ndërsa në rastin e zonjës Paunović është par excellence, domethënë është një akt i cili në vitin 2026 është i tmerrshëm. Uroj që qeveria e Kosovës të ketë një çik më shumë transparencë, sepse është në pozicion shumë delikat, ka përballë
të themi partner si serbët, që nuk mund të quhen partner, por që Brukselin ai paraqit si partner, me të cilët gjithmonë qeveria e Kosovës do ketë probleme. Prandaj, sa më të harmonizuarat që të jenë institucionet e Kosovës, sa më përpara t'i lajmërojnë veprime të tilla, aq më të lehtë kanë pastaj reagimin në bazë të autoriteteve serbe. Jam i sigurt që kjo do harrohet shumë shpejt, sepse gjithmonë ligji prevalon gjithmonë mbi çdo argumenti që del, ose është ajo aksioma latine që thotë që faktet i hedhin poshtë argumente. E kuptoj. Profesor Vetoshi, për këtë çfarë analizoi kolegu Belandoni se pashi po aprovonit në shumicë e kohës dhe po jemi drejt kolegut Andoni. Shumë jam plotësisht dakord, natyrisht nëse i referuani relacioneve që për fat keq vazhdojmë të kemi në nivelin konfliktual me Serbinë, atëherë gjithçka që bëjnë institucionet e Kosovës në veçanti në pjesën veriore të vendit, do të kornizohet në mënyrë demonizuese nga propaganda serbe, dhe kjo nënkupton që kemi të bëjmë me një farë ose aksion i cili është pjesë Profesor Ndjes, thjesht për shtuar diçka. Beni bëri apel qeverisë për më shumë transparencë sepse është moment delikat, bini dakord me këtë thirrje? Veprimet në të kaluarën thimi tregojnë që institucionet e Kosovës kanë vepruar me maturi. Unë e kuptoj ndjeshmërinë e situatës për shkak të komunitetit serb dhe për shkak të agresionit propagandistik serbisë. Mirë po në anën tjetër, nëse i referuani qasjes nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe Bashkimi Evropian, në të gjitha rastet që kemi të bëjmë me veprime ligjore të institucioneve të Kosovës, Prishtina asnjëherë nuk ka qenë me presion jashtëzakonisht madh nga ana e këtyre faktorëve. Jo, presion ka pasur. Një sekond. Ndjeshmëria nënkupton që institucionet e Prishtinës duhet... Profesor, vetëm një sekond. Do të bashkohen me... Jo, thjesht vetëm diçka, profesor, sepse ka qenë... Më dëgjon, profesor? Vetëm një sekond. Okej, puna e denarit, puna e urës në Luminibër, shumë targat, pra kanë qenë aksione që kanë qenë të drejta nga qeveria e Kosovës, por ama nuk janë mbështetur nga kanë pasur kritika për mënyrën se si janë bërë. Dhe ndoshta Beni, më korrigjo Ben, për këtë arsye ti the që duhet më shumë transparencë, pa që të kemi edhe mbështetje ndërkombëtarëve, mos i lëmë shkak Serbisit kapet në bazë çdo detaj. Në këtë logjikë kishe Ben apo më korrigjo? Dhe më pas më njëherë profesorit. Më lejo ta sqaroj e kuptova plotësisht zotin Andoni. Natyrisht që reagimet ndërkombëtare në disa çështje e kanë reflektuar ndjeshmërinë e situatës së vërtet komunitetit serb dhe kanë qenë reagime të ndërlidhura me ose për shkak të agresivitetit propagandës serbe, e cila në vazhdimsi synon që të demonizojë çdo veprim të institucioneve të Kosovës si të drejtuar kundrejt qytetarëve serb në Kosovë. Prandaj e përmenda narrativën në veçanti të kohëve të fundit që ka të bëjë me spastrimin etnik të serbëve në Kosovë përmes diskriminimit dhe represionit vazhdueshëm institucional nga Prishtina zyrtare. Mirë po, në anën tjetër, të gjitha hapat institucional, duke përfshirë veçanti mbylljen e strukturave ilegale të Serbisë në Kosovë, tashmë janë fakt i padiskutueshëm dhe përtej reagimeve të kuptueshme nga ana e partnerëve ndërkombëtar, që tregojnë ndjeshmëri ose një thirrje ndaj Prishtinës për kujdes më të madh në raport me komunitetin serb. Në anën tjetër kemi hapa konkret të cilët janë të miratuar tashmë nga Bashkia Ndërkombëtare në kuadër të përpjekjeve të Prishtinës për shtrirje të sundimit të ligjit të gjithë territorin e vendit. Ben? Po, në sensin kur fola për transparencë është gjithmonë që ka një përballje shumë të vështirë gjithmonë qeveria e Kosovës përpara autoriteteve serbe.
të keni parasysh që makineria e tyre është një makineri jo vetëm propagandistike, por një makineri e cila përfiton shumë nga konjunkturat e dobësisë së Bashkimit Evropian. Dhe në këtë sens Kosovës, megjithëse ne jemi në anën e Kosovës dhe ndoshta dhe çdo veprim i pamatur të themi saj nuk mund të jetë i durit, po për ne çdo veprim i Kosovës është veprimi i një shteti të ri, është veprimi i një shteti që është në pjesën shtetformuese dhe ne miratojmë, por duhet kemi parasysh diçka. Kosova pa forcuar, pa pasur një kohezion të brendshëm, pa qenë pak e sakt me gjërat përballë komunitetit serb, pa e diskriminuar pozitivisht komunitetin serb dhe për shembull besoj që kolegu do më korrigjoj me të drejtë, po ta keni parë me kujdes, ka një sjellje krejt tjetër tash të serbëve në Graçanis dhe në pjesën tjetër, sepse po arrin kuptojnë shumë mirë, megjithëse akoma nuk është reagim shumë i madh, që Beogradi gjithmonë i shfrytëzon. Dhe në këtë sens ka ardhur momenti që Kosova ta shfrytëzojë sa më mirë këtë moment, sepse mos harroni diçka. Kosova është e shqiptarëve, por Kosova është dhe e serbëve që banojnë aty. Nuk e kam sensin për kolonët që erdhën në 2-3 valë, po për një pjesë e serbëve, dhe kolegu e di shumë mirë, kanë djeshmëri për Kosovën shumë të madhe, sepse është toka e tyre, tek e fundit si është toka e shqiptarëve, ata që janë aty. Dhe në këtë sens, qeveria e Kosovës duhet ta shfrytëzojë sa më mirë. Nuk do harroj kur përballën një përfaqësuesi serb me zotin Thaçi. Atë botë ishte presidenti i vendit dhe ka folur direkt serbisht, i ka thënë ti je presidenti im, e kam dëgjuar me veshtë e mi, ti je presidenti im, kemi këtë hall, kemi këtë, kemi këtë. Duam zgjidhje prej te. Më ka pëlqyer shumë në sensin që të tillëve di unë besoj që është edhe tek shumë serb të tjerë, sepse tek e fundit nuk pan ku të shkojnë. Më besoni diçka, në Beograd serbët e ardhur nga Kosova janë nga pjesë e popullsisë, nuk them më të rryra, po nga pjesët e popullsisë më të neveritur. Më të përbulzurat. Po, e kuptoj. Të them një element për shembull, në këtë pjesën e bllokimit që është bërë tash në Çaçilend, më ka bërë përshtypje shpesh kur i shikoja, jo vetëm nga pamja, jo vetëm nga sjellja, jo vetëm nga përbuzja e beogradësve, por nuk e di sepse vazhdojnë të manipulohen në këtë mënyrë të tillë. Prandaj vendi i tyre është Kosova, vendi i tyre është një qeveri e cila realisht të jetë më transparente, diçka të ketë një diskriminim më pozitiv për ata. Por në ana tjetër duhet të jemi të ndershëm. Serbia është e mësuar të vendosë pengesa në çdo hap. Dhe këto pengesa gati bën një shtet që megjithëse ka institucione prej kohësh të formuara, disa herë vepron në mënyrë parapolitike. Dhe ç'është më e keqja, sillet në një mënyrë të tillë duke shfrytzuar Kosovën për një generacion të brendshëm, gati në mënyrë foshnjarake, në mendimin tim. E kuptoj. Profesor Petoshi, tashmë është pjesa juaj. Për kundërshtuar apo të kurcuar me ato çfarë thot Beni, se bëri një pasqyrë dhe bati referenca të shumta që ju i njihni shumë mirë, shumë më mirë nga unë që jam të Tiranë, kështu që po e lë ju tashmë pjesën. Në veçan ti unë pajtuan përgjithsisht, por do t'ishte lajm i jashtëzakonshëm nëse do të vinim në këtë pikë kur qytetarët serbë të Kosovës e amplifikojnë ato që e përmendi zoti Andoni. E vërteta është që në strategjinë hibride të Serbisë kundër Kosovës vazhdon të përdoret si mjeti më i rëndë instrumentalizimi i qytetarëve serbë për ta minuar Republikën e Kosovës në veçanti në anën ndërkombëtare. Lufta narrative e Serbisë, e cila implikon në mënyrë të papranueshme edhe rolin e kishës serbe nëpërmjet tendencës që të sakrilizojë mitin për Kosovën, ka bërë që qytetarët serbë të vazhdojnë të jenë të manipuluar me fiksionin që Kosova është toka e shenjtë e Serbisë, dhe kjo në kuadër të strategjisë hibride pastaj zbërthehet
si një luftë e shenjtë e institucioneve të Serbisë për të mos e lëshuar Kosovën. Zbërthejet ose na çon te momenti kulminant i asaj që e pam javën e kaluar me zonën Paunović, ministre në qeverinë e Serbisë, dhe e shohim sot nga një deklarat e zotit Janić, i cili deklaron që edhe Vučić e Dačić mendojnë njësoj si Paunović. Pra kemi të bëjmë me dështimin e përpjekjeve të vazhdueshme të Kosovës për shumë vjet, që në ndihmën e faktorëve ndërkombëtar Serbia të detyrohet ta pranojë realitetin e ri gjeopolitik në Ballkan me Kosovën e pavarur, dhe kjo nën kupton tolerimin për një kohë shumë të gjatë të operimit strukturave ilegale, të spionazhit, të veprimeve të tjera subversive, të cilat kulmuan në vitin 2023 dhe 2024 me sulmet terroriste në Banjë, përkatësisht në kanalin e Iberpencit, dhe mbi këtë bazë duhet të lexojmë drejt atë që institucionet e Kosovës po përpiqen të bëjnë. Institucionet e Kosovës e manifestojnë qartësisht kujdesin për realizimin e të drejtave të qytetarëve serb të garantuar me kushtetutë dhe ligjet pozitive në Kosovë, por në anën tjetër nuk tolerojnë edhe më tutje operimin e strukturave të Serbisë brenda Kosovës, ose të paktën jemi në kuadër të përpjekjeve që Kosova të përforcojë sovranitetin e saj shtetëror, duke e shtrirë sundimin e ligjit në të gjithë territorin e vendit, në veçantë pjesën veriore si zona e operimit strategjisë serbe kundër Kosovës. Dhe mbi këtë bazë duhet të lexojmë të gjitha veprimet. Unë mund të pajtohem pjesërisht me idenë që kur i shohim reagimet e Bashkimit Evropian, mbase institucionet e Kosovës duhet të jenë më intensive dhe më strategjike në komunikim me BE-n dhe faktorët tjerë ndërkombëtar sa i përket domosdoshmërisë për veprimet institucionale, mirë po në anën tjetër nuk ka asnjë pasojë për qytetarët serb, të drejtat e qytetarëve serb. Mos të harrojmë që veprimet institucionale maten me pasojat dhe nuk mund të flasim për asnjë situatë që ka cënuar të drejtat e qytetarëve serb në Republikën e Kosovës nëpërmjet këtyre veprimeve. Përkundrazi, është Beogradi zyrtar nëpërmjet listës serbe dhe institucioneve të tjera legale që përpiqet të mbajnë Kosovë, që vazhdon të manipulojë serbët, që vazhdon të mbajë ata peng me qëllim që të përdorë si armë në strategjinë e saj kundër Kosovës. Kjo është arsyeja pse sot jemi në situatë kur kemi pas në të kaluarën edhe reagime të kuptueshme nga Washingtoni apo Bashkimi Evropian, mirë po në anën tjetër, historia shumë vjeçare e tolerimit maksimal nga Kosova për një komunitet pakicë, siç janë serbët në Kosovë, është përkthyer në strategjinë e domosdoshme të veprimit institucional me qëllim që serbët e Kosovës të shkëputen herë mirë nga instrumentalizimi i Beogradit. Pra nuk mund të flasim për proces normalizimit në Bruksel, në qoftë se lejohet edhe më tutje Serbia ta instrumentalizojë komunitetin serb dhe Serbia të ndërmarrë operacione hibride të cilat e minojnë stabilitetin e Kosovës dhe kanë për qëllim që të prezantojnë një Kosovë diskriminuese dhe represive ndaj qytetarëve të saj serb. E kuptoj. Ben, ke gjë për shtuar? Se kam pastaj duke kaluar pa diskutim politike në analizën e profesor Fetoshit? Jo, më gjë që nuk e di, ndoshta sa mund bie dakord me profesorin është kjo. Nga gjërat të cilat po mësojmë, dhe të paktën tashmë janë premisa, serbët nuk do e njohin asnjëherë Kosovën. Ashtu si nga nga tjetër dhe narracioni i brezave të rit politikanëve dhe tjerë është gati një lloj.
emra të ndryshëm që unë shikoj janë më shumë si mlefe që bëhen ndaj lënies pashtë politikës ose të paktën njerëz që janë lidhur me shoqërinë civile, por ne dimë që pesha atyre është shumë e vogël. Unë personalisht besoj që e njoh mirë zotin Janjić, kemi komunikuar dhe kemi punuar, edhe zonjën Biserko dhe të tjerë, me çfarë shikoj individët të cilët duhet thonë të vërteta për Kosovën, i mungojnë. Më ka bërë përshtypje që një tillë ka qenë dikur njeriu që kryeson Akademinë Serbe, madje ka pasur fëmijët i ka pasur gjatë luftrave të Jugosllavisë. Dhe ai tha gati një postulat për sa i përket shtetit i cili identifikohet me zotin Vučić. Narracioni i shtetit tonë tash thjet tutje duhet të ecë me një logjik tjetër. Kosova është tashmë në rrugë shtetëformimi dhe është e pavarur. Esenci i tij është nuk mund të humbasim energji pafund për diçka që nuk ekziston tek ne. Por individët të tillë janë gjithmonë më të pakët. Fuqia e Akademisë Serbe, paçka se në Shqipëri e maksimalizojnë shumë, më vjen keq të them që është paksuar shumë. Ndërsa ajo që tha profesori për Kishën është e vërtetë. Ndërkohë që Kosova e njeh autoritetin prej dokumentave, se ju e dini që shtetëformimi i Kosovës e ka tashmë si hallk në qafë edhe pjesë me të themi autoritetit të Kishës Serbe në Kosovë, gjithmonë kjo kishë do sjellë probleme, po paradokset më të mëdha tashmë janë në mendimin tim në botën akademike. E para, bota serbe duhet të arrit të njohë disa të vërteta, të cilat janë që është e vërtet që Kosova ka peshë shumë të madhe historike këta, por nuk janë fillesat në Kosovë për ta. Dhe profesori di shumë mirë që fillesat e shtetit serb janë jashtë territorit të sotëm të Kosovës. Ndërkohë që po ta ndiqni me kujdes, Kosova jo vetëm që po bën hapësirën e duhur për Kishën Serbe, historikisht dhe në perandorinë osmane shqiptarët i kanë ndihmuar dhe kanë qenë patronët e institucioneve kryesore, Patriarkanës Serbe dhe Patriarkanës në Pej dhe Manastirit të Deçanit. Dy institucione që unë mendoj që ja vlen të respektohen dhe vjen mirë që janë në territorin e Kosovës. Në këtë sens, duhet tashmë që narracioni i Kosovës të jetë një narracion realisht shtetëformues dhe mos ta mendojmë më Serbinë në sensin që Serbia do ulet ose Serbia do bëj akte që do afrohet me këtë, me çfarë pam nga deklaratat e studentëve. Pra ti thua që nuk ka shanse, Bendi thua që nuk ka shanse. Okej, profesor, po ta lë ty analizën e fundit për këtë temë dhe kanë 2 minuta pastaj për zgjedhjet. Pikërisht kjo është arsyeja e ndrimit të qasjes edhe nga Prishtina zyrtare sa i përket sovranitetit shtetëror të Republikës Kosovës. Mos të harrojmë që ndonse Beogradi zyrtar vazhdon të jetë ose të kthehet në kthetrat mesjetare të mitit për Kosovën, në anën tjetër realiteti duhet të imponohet në Beograd. Pra, Republika e Kosovës si realitet gjeopolitik në Ballkanin Perëndimor duhet të imponohet në Beograd. Dhe çështja, ta sqaroj këtë, çështja nuk ka të bëjë me njohjen ose jo nga Serbia për Republikën e Kosovës. Çështja ka të bëjë me detyrimin e Serbisë që ta pranojë realitetin e ri me Republikën e Kosovës si fakt të kryer. Dhe mbi këtë bazë duhet të shihen veprimet institucionale të Kosovës dhe mbi këtë bazë duhet lexohet edhe relacioni që Prishtina zyrtare duhet ta mbajë do e mos me partnerët e saj strategjik, Shtetet e Bashkuara të Amerikës në veçanti, por edhe Bashkimin Evropian. Pse po e them këtë? Sepse nëse ne për vitet të tëra kemi parë një qasje lehtësuese të Bashkimit Evropian, e cila nuk ka prodhuar asnjë rezultat sa i përket reflektimit të Beogradit zyrtar. Mos të harrojmë zoti Andoni që nuk bëhet fjalë për mosnjohjen e të vërtetës në Beograd. Bëhet fjalë për ndikimin e mekanizmit që e
që nuk e lejon pranimin e të vërtetës. Dhe pranimi i të vërtetës, pajtohem me ju që është ende në margjinat e një numri shumë kufizuar njerëzish me ndikim në Serbi, si që është zoti Jani që e përmenda me qëllim. Sot e pash reagimin e tij, mirë po në anën tjetër. Nëse ne konstatojmë që nuk mund të presim njohjen e Kosovës nga ana e Serbisë, atëherë kjo nuk do të thotë që ne mund të dorëzohemi strategjisë hibride të Serbisë për ta minuar rangin kushtetues dhe stabilitetin e vendit tonë. Dhe mbi këtë bazë, qytetarët serb të Kosovës sa më shpejt që do ta kuptojnë të ardhmen e tyre brenda Republikës Kosovës, me të gjitha të drejtat që kushtetuta dhe ligjet ua garantojnë, aq më e fortë dhe aq më e qëndrueshme do të jetë paqja dhe stabiliteti në Ballkan. Okej. Ben, ke një fjalë fundit për këtë temë? Se kam 3 minuta, duhet të pyes pak për zhvillimin politik. Jo, patjetër. Okej. Duhet lë për këtë do zgjateshim shumë. Po e respektoj domethënë vijën logjike të profesorit. Thashë të thash për disa fakte historike që po të na linit minuta më shumë. Okej, Ben, atëherë dëgjoj, po e bëjmë skip pjesën politike se po më shijon shumë analiza dhe biseda me ju. Vijoj Ben, kemi edhe 5 minuta tjera, kështu që e shfrytëzojmë për të temë se realisht po më shijon shumë dhe është shumë interesante përballja e ideve mes dy intelektualëve në Tiranë dhe në Prishtinë dhe po më pëlqen, kështu që e bëjmë skip pjesën politike, do kemi kohë. Me mirë kuptimin tuaj, profesor Fetoshi dhe kolegu Ben Andoni. Kështu që Ben vijo atë analizën, kemi 5-6 minuta, i shfrytëzojmë për këtë temë. Vijo Ben. Gjithçka e ngritur në narracionin serb, ju e dini që ngrihet mbi luftën e Kosovës. Paradoksi shumë i madh është minimizimi i forcës arbërve të asaj kohe dhe forcave të tjera ballkanike. Dhe ju e dini peshën më të madhe të luftës Kosovës, që u drejtua nga Princ Lazari, serbët e marrin mbi kurizën e tyre. Nuk po zgjatem ke pjesa e Miloš Kopilićit që shqiptarët vazhdojnë dhe thonë që është njeriu i tyre, serbët njeriu i tyre, bosnjakët e tyre, maqedonasit e tyre. Po gjithë Ballkani ka të vetin, po. Patjetër. Keni parasysh që në luftën e Kosovës kanë marrë pjesë dhe princët arbër, kanë marrë pjesë gjyshi Skënderbeut, kanë marrë pjesë Topiasit, kanë marrë pjesë edhe familje të tjera shqiptare princore, ndërkohë që Princ Lazari dhe këtu në Shqipëri e thonë në Beograd e thonë me gjysmë zëri, e ka të jomën shqiptare. Po t'ja u thuash autoriteteve serbe që në fakt e thonë, historianë të tyre, po e thonë me gjysmë zëri, kjo nuk u vjen mirë. Dhe tani, po të ndiqim me kujdes edhe pjesën e shtetëformimit të tyre që nuk është në territorin serb dhe Metohia, thimi se ju i përkisni komunitetit ortodoks, është hapësira ortodokse në një territor i cili është shtetëror dhe është autoritet i cili është shndërvarur me këtë. Për shembull, dhe Shqipëria ka pjesën e vetë Metohisë në disa rajone, por që nuk mund ta përdorim. Greqia ka shumë, ka pjesë vetë me të tjera. Në kohën e luftës dytë botërore, ky ishte narracioni publik i tyre për Kosovën. Për shkak të varfërisë të madhe, për shkak të përpjekjes që ata bën për ta pastruar etnikisht, madje duke filluar që në momentet e formimit të shtetit të tyre, e monarkisë, ata i dhanë gjithmonë kuptimin fetar, i varën Kosovës edhe apendiksin Kosovo i Metohia. Dhe kjo gjithmonë e bëri shumë të vështirë narracionin, sepse të themi element dhe në luftën e dytë botërore, emisarët që ishin në Shqipëri, po dhe përballja e tyre me shqiptarët ishte kur drejtoheshin ishin Kosova dhe Metohia. Ky ka qenë shumë problem. Ndërkohë që me kohë vetë serbët, po të ndiqnin me kujdes, e kanë hequr apelativin Metohia nga këtë, përveç pjesës së themi nacionaliste dhe pjesës së trushkull që ka marrë zoti Macut, megjithëse zoti Macut tashmë ka dhënë dorëheqjen dhe nuk është, po pjesa e tyre tashmë e theksojnë këtë thjesht për të vazhduar narracionin e një vendi për ata që nuk ekziston më.
Okej. Ndërkohë që po të që me kujdes në pjesën e Kosovës, dhe kjo është e fundit që do të them, përpjekja më e madhe duhet të jetë për autoritetet, sepse Serbia me çfarë po shikoj dhe me fuqinë që ka marrë, dhe po ta ndiqim me kujdes, për mua diskutimi me profesorin do ishte shumë e këndshme të diskutonim çfarë do ndodhi mbas marrëveshje strategjike që Serbia ka me Bashkimin Amerikës. Çfarë pasojë do ketë për vendin tonë. Atëherë këtë debat, me që e thesë është shumë interesant, dhe këtë debat ne po e lëm të hënën, me lejen e të dyve, të hënën ose të martën, nëse të dy dakordoheni, do ishte shumë interesante të zhvillojmë këtë diskutim. Po Ben, përfundoje. Përfundoj të jap fjalën profesor Fetoshit. Tendenca dhe duhet të le fjalën profesorit është kjo, dyshoj që serbët po përpiqen që ta lënë Kosovën një lloj Tajvani në Ballkan, një Tajvan ballkanik. Dhe kjo duhet të jetë përpjekja jonë shumë e madhe, sepse Kosova, ndryshe nga Tajvani, ka një shtetam fort, sepse Shqipëria që urojmë bëhet më i fortë, po unë personalisht dua që Kosova të forcohet ekonomikisht që të jetë si Tajvani, që t'i bëj kashillëk për jetë e motë Serbisë. Profesor Fetoshi, 3 minutat e fundit për këtë temë sot për ty. Pajtohem me vështrimin pa diskutim, po mendoj që instrumentalizimin e historisë nga historiografia serbe e ka dekonstruktuar jo vetëm Malcolm, por edhe përplot historianë të tjerë ndërkombëtar, mos t'i referohem historianëve lokal, për shkak se pastaj do të kontestohej ndoshta e vërteta që ata e ndërtojnë mbi faktet historike. Dhe fakti që për qindra vjet në Serbi nuk ka pas një mit për Kosovën, i cili është se ndërtuar tek nga fundi i shekullit 19, tregon për instrumentalizimin e historisë në funksion të politikës hegemoniste serbe në Ballkan. Ajo që mendoj që duhet të bëhet në këtë rrafsh, pajtohem plotësisht, ndoshta një aktivitet shumë intensiv dhe i dendur i institucioneve shkencore dhe akademike në Prishtinë dhe Tiranë për të demaskuar përfundimisht mitin për Kosovën, për shkak se miti për Kosovën është burim i vazhdueshëm i tensioneve ndëretnike dhe potencialisht konflikteve në të ardhshme. Përndryshe, Serbia asnjëherë nuk i ka parasysh faktet që lidhen me spastrimin etnik historikisht ndaj territoreve shqiptare, nëse kemi parasysh Sanxhakun e Nishit, të gjitha rajonet shqiptare pastaj të 1877-78, dhe nuk e ka parasysh faktin që, ose nuk do me pranon faktin që betejë e Kosovës është një ngjarje historike e të gjithë popujve të Ballkanit, siç e tha zoti Andoni. Pse nuk e bën këtë? Pikërisht për shkak të instrumentalizimit historisë. Pikërisht për shkak të miti mbi Kosovën, i cili mirëmbahet nga fisha serbe, duhet të politikës hegemoniste edhe sot. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam i bindur që ne nuk duhet të kemi fokusin të njoja ose jo nga ana e Serbisë për Kosovën, por duhet të përpiqemi strategjikisht që realiteti i gjeopolitik i Ballkanit Perëndimor me Republikën e Kosovës të imponohet si fakt i kryer në Serbi. Dhe për ta bërë këtë, natyrisht që na duhet veprim konsistent brenda Kosovës, na duhet bashkërendim strategjik me partnerët rajonal dhe na duhet gjithashtu një komunikim intensiv me Shtetet e Bashkuara si partneri kyç i Kosovës dhe Bashkimi Evropian si orientimi strategjik i Kosovës dhe i të gjithë rajonit në kuadër të proceseve të integrimit. Dhe mbi këtë bazë, strategjia e Kosovës duhet të tregojë kujdes maksimal që të mos atakohet si e pandjeshme ndaj të drejtave të njerëzit, në rastin konkret nga ana e komunitetit pakic në Kosovë, dhe të kujdeset maksimalisht që të shmoj, ashtu si në të kaluarën, që nga shpallja e pavarësisë deri sot, garantimin
e të drejtave për qytetarët serb, sipas asaj që tha zoti Andoni, që Kosova është edhe e serbëve për aq. Pra Kosova është e të gjithë qytetarëve të saj, dhe për të qenë të gjithë qytetarëve të saj, ligji është mekanizmi që duhet të garantoj barabarësinë e të gjithë qytetarëve të saj. Në të kaluarën kemi pas një diskriminim pozitiv për serbët. Unë besoj që ky diskriminim pozitiv vazhdon edhe më tutje, ndonë se strategjia e institucioneve të Kosovës për ta shtrirë sundimin e ligjit po perceptohet, ose të paktën mbase është ndikimi i propagandës agresive të Serbisë, që të bëjë që të perceptohet si një qasje e pandjeshme ndaj një komuniteti pakisë që janë serbët. Mirë po, e vërteta është që edhe partnerët ndërkombëtar kanë mbështetur Kosovën në zbatimin e ligjeve, e kanë mbështetur Kosovën në të gjitha veprimet të cilat konsistojnë në shtrirjen e sundimit të ligjit, padyshim që normalisht ata mbikëqyrin raportin me qytetarët serb, sepse po është e vërtet që ka pas ndoshta një reagim më të vendosur të bashkësisë ndërkombëtare kur ishte fjala për paralajmërimet e qeverisë Kosovës që ta hap urën e Ibrit si një simbol i kujdesit për raportin ndëretnik në Kosovë lidhur me pjesën veriore të vendit, pra pjesën përtej Ibrit. Po jo edhe në raste të tjera, dhe kjo duhet të lexohet drejt. Narrativat ose kemi edhe 60 sekonda. Me viktimizimin dhe në veçanti me narrativën e spastrimit etnik të Kosovës sot, po bëhet me qëllim që të mbahet ende peng komuniteti serb i Kosovës, që të mos lejohet integrimi i tyre në Kosovë, në mënyrë që të vazhdon të përdoret si armë në kuadër të politikës hegemoniste ose qëllimeve të politikës hegemoniste të botës serbe. Profesor Arben Fetoshi, kolegu Ben Andoni, shumë faleminderit të dyve, ishte një bisedë e rishëm, ne kam shijuar shumë. Ftesën ja u bëre të dyve për të vijuar, për të folur edhe për dialogun partneriteti strategjik që firmosi SBA-ja me Serbinë, por edhe për zhvillimin politike, kështu që ftesën e keni të dy, do të dakordsohemi dhe rekordohemi gjatë javës. Ju uroj një vim sa më të mbar. Me shumë kënaqësi. Faleminderit shumë. Ben, të përshëndes të dy, besoj se ti je dakord për nga java për bisedë me profesor Fetoshin. Okej, të përshëndes. Faleminderit shumë. Ndërprerje shkurtër publicitare dhe rikthehemi sërish.